Transplanti i mëlçisë nuk është më një ëndër për shqiptarët. Kjo ndërhyrje unike dhe tepër e avancuar pritet të kryhet në qershor në Spitalin Amerikan. Pas kryerjes me sukses të plot 34 transplante veshke në 3 vjet, ekipi i kirurgëve të Spitalit Amerikan, kryesuar nga profesor doktor Sadik Ersës, shefi njësisë së transplanteve në Universitetin e Ankaras, pritet të kryejë transplantin e parë tek pacientët me insuficiencë të thellë të mëlçisë, të shkaktuar nga ciroza hepatite, hepatiti apo tumore të ndryshme. Evet, karaciğer nakli. Transplanti ka të bëjë me heqjen totale të mëlçisë. Ekipi ynë ka qenë i pari që ka kryer transplantin e veshkave në Spitalin Amerikan dhe duke ju referuar eksperiencës tonë në lidhje me mëlçin, do të realizojmë rastet e para që presim për këtë ndërhyrje në fillim të qershorit. Gjatë transplantit të mëlçisë realizojmë zëvendësimin e mëlçisë së mur me një pjesë të shëndetshme të marrë nga një dhurues. Mëlçia e re kryen të gjithë funksionet e saj jetike, duke i kthyer jetën pacientit që e merr dhe duke i dhënë jetë gjatësi si gjithë të tjerët. Sigurisht është e rëndësishme që të ketë përputhshmëri mes dhuruesit dhe marrësit, pra familjarët janë më të përshtatshmit. Profesori që do të kryesojë ekipin e transplantit të mëlçisë sqaron se për të kryer transplantin nevojitet vetëm një pjesë e mëlçisë. Në ndryshim nga veshka, mëlçia mund të ripërtëri veten e saj dhe duke patur këtë aftësi, nuk është e nevojshme që ne të marrim të gjithë organin nga një person për ta vendosur te një person tjetër, por marrim vetëm një pjesë të saj, maksimumi deri në gjysmën e mëlçisë. Deri më tani, ky ekipi i specializuar mjekësh ka kryer disa lobektomi të mëlçisë, që është heqja vetëm e pjesës së dëmtuar të mëlçisë. Kjo ushtrohet tek pacientët që kanë tumore në mëlçi. Një ndërhyrje e tillë është kryer pak ditë më parë në Spitalin Amerikan. Kjo ishte hemangioma më e madhe që un kam parë dhe këtë e them me plot bindje, megjithse kam kryer me qindra ndërhyrje të tilla. Për fat të keq në Shqipëri këto ndërhyrje nuk janë realizuar më parë dhe pikërisht për këtë arsye pacientja në fjalë është paraqitur me një hemangiom kaq të avancuar. Kjo është një ndërhyrje që i paraprind transplantit të mëlçisë dhe që kërkon një profesionalizëm të madh dhe eksperiencë në këtë fushë. Spitali Amerikan që prej 3 vitesh është qendra e vetme në vend e specializuar për transplantet dhe ka kryer deri më sot 34 transplante të suksesshme. Duke u nisur nga ky fakt, profesori turk beson se transplanti i mëlçisë që pritet të realizohet në muajin e ardhshëm do të jetë një tjetër sukses i këtij spitali, duke e bërë atë qendrën e vetme të referencës në rajon për këtë ndërhyrje.